Të nderuar shikues, ju përshëndes, do t'jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Me rritjen e temperaturave dhe rrezikut nga zjarret gjatë verës, institucionet kanë shtuar katishmërinë edhe për mbrojtjen e monumenteve të kulturës. Në këtë qark ndodhen rreth 540 monumente kulture në gjendje të mirë, por institucionet theksojnë nevojën për monitorim të vazhdueshëm dhe kujdes të shtuar edhe nga turistët për të ruajtur trashëgiminë historike dhe sigurinë e monumenteve. Në Memaliaj po vijon projekti për përmirësimin e kushteve të banimit, ku rreth 200 familje po përfitojnë nga rinovimi i pallateve me sistemin kapot. Investimi i Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe Bashkisë Memaliaj ka sjellë izolim termik dhe rikonstruksion të godinave, duke rritur efikasitetin energjetik dhe përmirësuar pamjen e qytetit. Bashkia e Sarandës po vijon investimet në infrastrukturën rrugore të brendshme në lagjet e qytetit Ksamil dhe zona periferike përmes fondeve nga buxheti i saj. Ndërhyrjet përfshin rehabilitim dhe sistemimin e rrugëve që kanë pasur probleme ndër vite, duke përmirësuar qarkullimin dhe aksesin për banorët. Qendra kulturore e fëmijëve Fato Berberi zë një vend të veçantë në kalendarin kulturor të Bashkisë së qytetit të Gurtë. Këtë herë ishin fëmijët e kursit të pianos në qendrën kulturore Fato Berberi që u ngjitën në skenë për të dhuruar një koncert me tinguj të muzikës klasike të autorëve vendas e të huaj. Ju njohim tani më gjërësisht. Me rritjen e temperaturave dhe rrezikut nga zjarret e verës, institucionet kanë shtuar katishmërinë edhe për mbrojtjen e monumenteve të kulturës. Në qark ndodhen 540 monumente kulture në gjendje të mirë, por institucionet theksojnë nevojën për monitorim të vazhdueshëm dhe kujdes të shtuar edhe nga turistët për të ruajtur trashëgiminë historike dhe sigurinë e monumenteve. Rritja e fluksit të turistëve në qarkun e Gjirokastrës gjatë sezonit veror ka shtuar edhe vëmendjen e institucioneve përgjegjëse për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Krahas ndërhyrjeve dhe monitorimit të objekteve të kultit, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore po ndjek nga afër gjendjen e monumenteve për të garantuar ruajtjen e tyre dhe sigurinë e vizitorëve. Ne kemi një shtim të numrit të vizitorëve në objektet e kultit, dhe nuk është se kemi ndonjë problematik në anën e tyre në aspektin e rrezikut, pasi këto objekte janë në gjendje të mirë dhe objekte të cilat shfrytëzohen dhe për rritje të ndryshme fetare, jo vetëm në kontekstin e vizitorëve, por edhe në kryen e rritjeve fetare në zona apo në komuniteti i caktuar. Ruajtja e monumenteve nuk lidhet vetëm me investimet dhe monitorimin, por edhe me ndërgjegjësimin e komunitetit dhe turistëve që vizitojnë ato. Për këtë arsye, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore u bën një apel të gjithë vizitorëve që të respektojnë rregullat dhe etikën e vizitës në objektet e kultit dhe monumentet e kulturës. Vizitorët që shkojnë atë shkojnë me guida të shoqëruar, të cilët e dinë pak a shumë problematikën që mund të ketë ndezja një qiriri apo jo. Neve në mënyrë të vazhdueshme periodike dhe me guida, po dhe me pushteti lokal dhe përfaqësuesit e komunitetit fetare ju bëjmë thirrje që dhe kur të shkojnë për të vizituar këto manastire apo këto monumente kulti, të respektojnë etikën e hyrjes në to, sepse normalisht këto nuk janë objekte të zakonshme të vizitueshmërisë, por janë objekte të një cilësie të veçantë për të një grupi të caktuar të përdorimit, pra ato janë objekte kulti dhe ka një etikë të caktuar në këto objekte, gjithashtu edhe për ndezjen e qirinjve, apo sepse aty nuk kemi vetëm problemin e zjarrit, kemi edhe dëmtimin e afreskut, pasi dhe një prekje apo dhe një përdorim i elementeve mekanik mund të dëmtojë dhe afreskët, të cilat janë me vlera të veçanta për shkak të vjetërsisë shumë të madhe që kanë. Me 540 monumente kulture në qark dhe me një interes gjithnjë në rritje nga turistët, sfidë mbetet ruajtja e kësaj trashëgimie të çmuar. Në Memaliaj po vijon projekti për përmirësimin e kushteve të banimit, ku rreth 200 familje po përfitojnë nga rinovimi i pallateve me sistemin kapot. Investimi i Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe Bashkisë Memaliaj ka sjellë izolim termik dhe rikonstruksion të godinave, duke rritur efikasitetin energjetik dhe përmirësuar pamjen e qytetit. Kreu i kësaj bashkie, Albert Malaj, thotë se këto ndërhyrje do të vijojnë edhe në zona të tjera me synim përmirësimin e standardeve të jetesës për banorët e kësaj bashkie.
Rreth 200 familje në Memaliaj po jetojnë tashmë në kushte më të mira banimi, fal investimeve të realizuara nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe Bashkia Memaliaj. Projekti ka përfshirë izolimin termik dhe restaurimin e disa pallateve me sistem kapot, duke përmirësuar jo vetëm efikasitetin energjetik të ndërtesave, por edhe pamjen e tyre të jashtme. Një investim ndër më të rëndësishëm, mund ta themi, në qytetin e Memaliaj është dhe restaurimi i pallateve, izolimi dhe sistemi kapot, ku kemi bërë rreth 10 pallate. Nga këto 10 pallate përfitojnë rreth 200 familje të qytetit Memaliaj. Komunitetit të cilët tashmë kanë përfituar realisht janë të kënaqur pasi përtej pjesës estetike që ofrojnë këto pallate janë edhe kushtet e jetesës të cilat gjatë dimrit ato kuptohet që janë më të ngrohta, gjatë verës janë më të freskëta, po kemi zgjidhur dhe një nga problemet kryesore të qytetit, cili është izolimi i pallateve, pasi kuptohet që pallatet janë pallatet vjetra dhe kanë një amortizim dhe gjitha kishin pothuajse lagështi në katet e fundit. Kemi zgjidhur edhe pjesën e lagështirës në këto pallate të cilat ne janë bërë. Sipas Malajt, janë hartuar tashmë plane konkrete për ndërhyrje të tjera, me synim që një numër më i madh familjesh të përfitojnë nga përmirësimi i kushteve të banimit. Pasi ndërprerje gjatë muajve të dimrit, pasi kuptohet që të punohet për sistemi kapot duhet të jenë dhe kushtet e dura dhe duhet të jenë temperaturat e dura, pasi gjatë dimrit nuk mund të punohet as me izolimin dhe as me pjesën e sistemit kapot. Jemi në pritje për të vazhduar me pallatet e tjera sapo të hapen dhe thirrjet e radhës. Ne kemi planifikuar dhe vetë si bashki nga Fondi i Emergjencave që të ndërhyjmë në disa pallate të cilët nuk janë bërë akoma sistemet kapot, por që ne do të ndërhyjmë këtë verë, pasi është një nga problemet më kryesore që po hasim sot me qytetarët. Investimin në izolimin dhe restaurimin e pallateve është pjesë e projekteve për modernizimin e qytetit, duke i dhënë Memaliajt një pamje më të kuruar dhe duke ofruar standarde më të mira jetese për banorët. Bashkia e Sarandës po vijon investimet në infrastrukturën rrugore të brendshme në lagjet e qytetit, Ksamil dhe zonat periferike përmes fondeve nga buxheti i saj, ku përfshihet rehabilitimi dhe sistemimi rrugëve që kanë pasur problematika ndër vite, duke përmirësuar qarkullimin dhe aksesin për banorët. Bashkia e Sarandës ka ndërmarrë gjatë kësaj periudhe një sër investimesh në infrastrukturën rrugore me fokus lagjet kryesore të qytetit, zonën e Ksamilit dhe disa prej lagjeve periferike. Punimet synojnë përmirësimin e qarkullimit dhe krijimin e kushteve më të mira për banorët dhe vizitorët që frekuentojnë këto zona. Ndërhyrjet kanë përfshirë sistemimin dhe rehabilitimin e segmenteve rrugore që kanë shfaqur probleme ndër vite. Përmirësimi i infrastrukturës pritet të lehtësojë lëvizjen e automjeteve dhe këmbësorëve, duke garantuar një akses më të sigurt dhe më funksional, veçanërisht gjatë sezonit turistik kur fluksi vizitorëve është më i lartë. Ka pasur disa investime në lagjet kryesore të qytetit Sarandës, në Ksamil, po edhe në lagjet periferike të saj, për infrastrukturën publike. Natyrisht tashmë gjitha zonat janë të aksesueshme jo vetëm nga banorët, po edhe nga pushuesit, kështu që unë them që në këtë vit infrastruktura do jetë më komode se në vitet e kaluara. Sipas drejtorit të Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Joli Odine, investimet në infrastrukturë do të vijojnë edhe në periudhën e ardhshme. Ai thekson se Bashkia e Sarandës do të vazhdojë të identifikojë dhe adresojë problematikat ekzistuese, me qëllim përmirësimin e infrastrukturës publike, veçanërisht në zonat periferike që ka nevojë për më shumë ndërhyrje. Vazhdimisht Saranda është në investime sipër. Natyrisht që mund të ketë zona kanë përshtypjen që janë shumë periferike, të cilat mund të kenë në një problem, por në vazhdim do të ketë investime të tjera për infrastrukturën e këtyre zonave. Me këto investime, Bashkia e Sarandës synon të rrisë cilësinë e shërbimeve publike dhe të përmirësojë kushtet e jetesës për komunitetin, duke krijuar një infrastrukturë më të sigurt dhe më funksionale për banorët dhe vizitorët e qytetit. Shqipëria po forcon pozitat e saj në hartën e turizmit evropian, duke u renditur mes destinacioneve më të përballueshme edhe tërheqëse për verën 2026. Media italiane Fanpage e ka përfshirë vendin tonë në listën e 5 destinacioneve paraqësore për pushime verore, duke veçuar Ksamilin si një nga perlat e Mesdheut
E vendosur në Brigjet e Jonit, kjo zonë tërheq turist nga gjithë Europa, falujrave të kristalta, plazheve me rërë të bardhë dhe ishujve piktoresk. Ksamili vlerësohet jo vetëm për bukurit natyrore, por edhe për kostot e përballueshme, duke ofruar pushime cilësore me çmime konkurruese, krahasuar me destinacione të tjera të rajonit. Afërsia me parkun kombëtar të Butrintit dhe sitin e UNESCO-s e shton interesin e vizitorëve, ndërsa aktivitetet turistike dhe peizazhe unike bëjnë Ksamilin një nga destinacionet më të kërkuara të sezonit. Sipas vlerësimeve të medias italiane, një javë pushime për 2 persona në kulmin e sezonit veror mbetet ndër më të lirat në Europë, duke e kthyer Ksamilin në një zgjidhje gjithnjë e më të preferuar për turistët e huaj. Protesta qytetare në Gjirokastër ka vijuar edhe pas ditën e së mërkurës, duke shënuar ditën e saj të 11. Qytetarët u mblodhën fillimisht në sheshin Çergjistopulli për të vijuar më pas marshimin drejt lagjes 18 shtatori ku zhvilluan tubimin e radhës. Pjesëmarrësit u shprehën në mënyrë paqësore për shqetësimet dhe kërkesat e tyre, duke kërkuar vëmendjen e institucioneve përgjegjëse ndaj problematikave që sipas tyre prekin komunitetin lokal, edhe pse numri pjesëmarrësve mbetet i ulët, krahasuar me ditët e para, organizatorët dhe protestuesit deklarojnë se do të vijojnë tubimet edhe në ditët në vazhdim. Ata shprehen të vendosur për të mbajtur gjallë kauzën e tyre, me synim që zëri i qytetarëve të dëgjohet dhe kërkesat e ngritura të marrin përgjigje nga institucionet përkatëse. Tubimi u zhvillua i qetë dhe pa incidente. Teksa Saranda hyn në periudhën më intensive të sezonit veror, operatorët turistik shprehin shqetësim se protestat e vazhdueshme në vend mund të ndikojnë në perceptimin e turistëve të huaj për Shqipërinë. Edhe pse anullimet e prenotimeve mbeten minimale, ekspertët e turizmit theksojnë se stabiliteti dhe imazhi i vendit janë faktor të rëndësishëm për industrinë turistike. Në këto ditë qershore, kur në Sarandë turizmi shkon me shpejtësi drejt fashës së lartë, pyetja më shpesh që shtrohet është sa i ndikuar do të jetë sezoni 2026 nga protestat që vijojnë me shkas të zvërnecin si zonë mbrojtur. Përgjigjja që jep kësaj pyetje e Arben Çipa, si kreu i shoqatës së industrisë së turizmit në Sarandë, është se ngritja në protesta e tubime është një drejtë që jep sistemi demokratik, ndërkaq ai thotë se koha në të cilën mbahen ato nuk është favorizuese për flukse turistike, pasi sipas tij turizmi është edhe imazh. Çështja e tubimeve e cila ndodh në Tiranë, në aeroportet e tjera, mirë do të ishte që Sarandë të mos zbriste kjo dallk, për arsye se nuk ndihmon absolutisht në momentin aktual. Është legjitime padyshim dhe çdo sipërmarrës, çdo pjesëtari, çdo shoqata apo organizate është legjitime për marrë pjesë në tubime, për të kërkuar të drejta e tjera, por ky nuk është momenti i duhur për tubime në qytetin tonë. Bota turistike funksionon me imazh, funksionon me shqisin i cili lidhet me anën vizuale. Pavarësisht se ne mund të kemi probleme të natyrës teknike dhe probleme ndryshme brenda vetvetes, dhe është normale kjo, por ajo çka duhet nxjerrë në pak edhe në pamjen vizuale për vizitorët është ajo çka vërtet i takon një destinacioni. Nga ana tjetër, Çipa thotë se ndikimi drejt për drejt i protestave që mbahen në kryeqytet është minimal dhe i pakrahasueshëm me reflektimin në lëvizjen turistike të Durrësit apo Vlorës. Kjo sepse sipas tij prurjet më të rëndësishme turistike Sarandës i vijnë përmes aeroportit e portit të Korfuzit dhe jo përmes Tiranës. Prandaj edhe anullimet e prenotimeve raportuar nga operatorët turistik të Sarandës thotë ai janë në shifra minimale. Në lidhje me kancelime, nëse ekzistojnë që në Sarandë, edhe kjo los rol dhe ka bërë efekt, por në përmasa të vogla do thosha, për arsye se depritjet në Sarandë dhe prurjet janë në pjesën e cila dominon nga aeroporti Korfuz dhe kështu nuk janë në kontakt me një komunikim ose me një kontakt tubimeve të cilat kanë tjetër ngjyrë dhe tjetër formë në Durrës edhe aq më tepër në Vlorë. Kështu që ne jemi të parimit që ky është një moment që ne duhet të ekzekutojmë dhe të shërbejmë sezonin turistik me gjitha forcat tona. Është një moment të reflektojmë nëse ka gjëra të cilat duhet parë ndryshe për trajtimin e shërbimit në të gjitha fushat.
Duke përcjellë edhe qasjen e operatorëve turistik të Sarandës, Çipa thotë se po kuptohet që turizmi në vendin ton tash më ka hyrë në një trajektore të re. Prandaj dhe qasja e tyre është mirëpritja për ardhjen e investitorëve të huaj që sjellin investime të mëdha e serioze. Në lidhje me investitorët e huaj, ata janë të mirëpritur për herë, në çdo destinacion dhe në çdo vend turistik ata janë për herë të mirëpritur, pasi turizmi ka ndryshuar tash, ka hyrë në një trajektore të re dhe investimet duhet jenë të mëdha dhe serioze. Në rastin e duhet të bëjnë pjesë si destinacion turistik në destinacione të cilat duam të njihemi në të 4 kontinentet, atëherë i bie që edhe ne të mirëpresim investitorë të mëdhenj. Aq më tepër në raste që kur bëhet fjalë për investitorë të cilët janë me emra dhe të lartësuar le të themi në fushën e tyre, atëherë ky është një privilegj do të thoshja dhe do të thoshim të gjithë së bashku. Pikërisht ditën e sotme në gjirin e Sarandës ka mbritur kroçera amerikane si Burn, ndjekja e agjendës kontraktuar prej saj dhe të tjerave në vijim merret si një tregues i qartë i mosprekjes së turizmit nga protestat në Tiranë e disa qytete. Ekspertë të turizmit argumentojnë se protestat paqësore bëjnë vendin tonë edhe më interesant në sytë të huajve që çmojnë angazhimin qytetar në jetën publike. Pagat në Shqipëri vijojnë të rriten, me pagën mesatare mujore bruto që në 3 mujorin e parë të vitit 2026 ka arritur mbi 90.000 lek. Megjithatë, tregu i punës po shfaq shenja ngadalësimin, ndërsa papunësia të këtë rinj të mbetet në nivele shqetësuese. Ekspertët theksojnë se sfida kryesore është krijimi i më shumë vendeve të punës në mënyrë që rritja e të ardhurave të shoqërohet edhe me më tepër mundësi punësimi. Pagat në Shqipëri vijojnë të rriten, por tregu i punës po jep sinjale ngadalësimi. Sipas të dhënave të fundit të Instat, paga mesatare mujore bruto në 3 mujorin e parë të vitit 2026 arriti në mbi 90.000 lek, duke shënuar një rritje prej 9.6% krahasuar me një vit më parë. Megjithatë, treguesit e punësimit tregojnë një rënje të lehtë, ndërsa të rinj vazhdojnë të përballen me vështirësi për të gjetur një vend pune. Për 3 mujorin e parë të vitit 2026, nga të dhënat e Instatit vërejmë një rritje të pagës mesatare në Shqipëri ka shkuar diku te 90.000 lek. Kjo pagë mesatare ka tjetër vlerë në sektorin shtetëror dhe tjetër në sektorin privat. Është më lartë në sektorin shtetëror, diku te 105.000 lek dhe afërsisht 84.000 lek në sektorin privat. Kjo rritje pagash ka ardhur kryesisht si pasojë e vendimeve të qeverisë për rritjen e pagës minimale dhe gjithashtu në bazë të vendimeve të qeverisë është përcaktuar që paga mesatare në ndërtim nuk duhet jetë poshtë nivelit 80.000 lek, që do të thotë që nuk mund të ketë paga 50.000 lek, aq sa është paga minimale, por duhet jetë në nivelin 80.000 lek. Dhe në bazë të dhënave të Instatit, paga mesatare në ndërtim ka qenë për 3 mujorin e parë të vitit 2026 ka qenë 83.000 lek, që do të thotë që ka ndikuar në rritjen e pagës mesatare totale. Nëse kjo rritje page do të ishte shoqëruar me rritje të punësimit, do të ishte një situatë shumë e kënaqshme. Mirë po, realisht treguesit nuk e thonë këtë. Paga e lartë nuk është shoqëruar me rritje të punësimit të individëve. Shkalla e punësimit është 58%, ndërsa shkalla e pjesëmarrjes në punë ka shkuar në 76%. Duhet kemi parasysh janë 2 tregues të ndryshëm. Shkalla e punësimit nënkupton pjesën dhe pjesën e individëve që punojnë aktualisht në Shqipëri, ndërsa shkalla e pjesëmarrjes në punë është më e gjerë, shkallën e individëve që punojnë aktualisht dhe ata që kërkojnë punë. Pra është një treg më i gjerë dhe këto tregues janë në rënje. Ndërsa në nivel kombëtar papunësia tek të rinj mbetet një sfidë, situata në qarkun e Gjirokastrës paraqet disa veçori të lidhura me zhvillimin ekonomik të zonës. Sektori i turizmit vijon të jetë një nga burimet kryesore të punësimit, veçanërisht gjatë sezonit veror, ku bizneset raportojnë nevojë të vazhdueshme për fuqi punëtore. Nga ana tjetër, kërkesa mbetet e lartë edhe për profesione të specializuara, si mjek, inxhinier dhe specialistë të fushave të ndryshme. Në qarkun e Gjirokastrës është sektori i turizmit ai që kërkon vazhdimisht individ për të punësuar, pra ka nevojë të vazhdueshme, sidomos në sezonin e verës, sepse kuptohet në sezonin e dimrit nevojat nuk janë kaq të mëdha,
por në sezonin e verës nevojat për krah pune janë shumë të mëdha. Po kështu edhe nevojat për profesione të tilla si inxhinier apo mjek janë në rritje, ekzistojnë dhe në këto sektor ka mungesa të individëve për të punësuar në këto sektor. Ekspertët vlerësojnë se rritja e pagave është një tregues pozitiv për ekonominë, por theksojnë se ajo duhet të shoqërohet me më shumë vende pune dhe mundësi punësimi, veçanërisht për të rinjt. Në të kundërt, rreziku mbetet që një pjesë e tyre të vijojnë të kërkojnë mundësi jashtë vendit. Sfida për ekonominë shqiptare mbetet krijimi i një tregu pune më gjithëpërfshirës, ku rritja e të ardhurave të ecë paralelisht me zgjerimin e punësimit. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural vion mbështetjen për sektorin blegtoral përmes skemës kombëtare 2026, duke ofruar financim për ndërtimin ose rikonstruksionin e staneve, si dhe për blerjen e pajisjeve që përmirësojnë kushtet e punës në fermë. Sipas Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, masa e mbështetjes parashikon financim në masën 70% të vlerës totale të faturave tatimore, me një vlerë maksimale prej 3 milion lekësh për çdo subjekt përfitues. Përfituesit e kësaj mase mund të jenë fermerët individual, subjektet me status fizik ose juridik, si dhe shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor. Kjo mbështetje synon të nxjisë investimet në infrastrukturën blegtorale, të përmirësojë standardet e prodhimit dhe të rrisë efikasitetin e fermave, duke krijuar kushte më të mira pune për fermerët dhe mbarështuesit e bagëtive. AZBR fton të gjithë të interesuarit të aplikojnë pranë agropikave dhe zyrave të agjensive rajonale të ekstensionit bujqësor. Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve është data 26 qershor 2026, njofton AZBR-ja. Qendra kulturore e fëmijëve Fato Berberi zë një vend të veçantë në kalendarin kulturor të Bashkisë së Qytetit të Gurtë. Këtë herë ishin fëmijët e kursit të pianos në qendrën kulturore Fato Berberi që u ngjitën në skemë për të dhuruar një koncert me tinguj të muzikës klasike të autorëve vendas dhe të huaj. Tinguj në piano titullohet koncerti instrumental i pianistëve të vegjël të qendrës kulturore Fato Berberi në Gjirokastër. Fëmijë që ndjekin prej vitesh kursin e pianos interpretuan plot talent pjesë të ndryshme të kompozitorëve të huajës shqiptar, duke krijuar një atmosferë të këndshme në sallën e kinemasë së qytetit, shoqëruar edhe nga instruktorja Rakela Latifi, e cila i drejton në këtë rrugtim muzikor. Sot do i bie pianos, më largon nga telefoni, nga televizori. Unë jam shumë e lumtur që kam marrë pjesë te QKF-ja, edhe sot do t'i bjerë pianos, edhe përshëndes me Zuzë Rakelën. Muzika është gjuhë universale që edukon shpirtin, kultivon vlerat dhe formon personalitetin e brezave të ri. Kursi pianos në qendrën kulturore Fato Berberi frekuentohet nga 20 fëmijë. Instrumentistët e vegjël shpalosën vlerat e tyre artistike duke i bërë krenar prindrit, të cilët i inkurajuan me duartrokitje. Është shumë kënaqësi që fëmijët angazhohen te qendra e QKF-s, te rrethi pianos, dhe do t'ja përshëndesja mësuese Rakelën që përkushtohet me shumë dashuri fëmijëve tanë. I largon nga telefoni, nga gjërat digjitale dhe i përkushtohen pianos. Qendra kulturore e fëmijëve, zë vend të veçantë në kalendarin kulturor të Bashkisë së Qytetit të Gurtë e do të vazhdojë të jetë aktive me organizime të ndryshme gjatë gjithë verës. Të nderuar shikues, ishit në minutat e editarit informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru takofshi.